Seanca e dytë e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj, dështoi shkaku bë kërkesa për inventarizimin e provave dhe të fashikujve gjyqësor të dosjes së tij. Seancën e kaluar, gjykata e posaçme i dha dritën jeshile kërkesës së mbrojtjes për t'u njohur me dosjen fizikisht. Menjëherë u urdhrua një agent i byros kombëtare të hetimit për t'ia vënë në dorëzim kryetarit të bashkisë. Por sipas prokurorisë, Erion Veliaj është konfliktuar me hetuesin që u paraqit në paraburgimin e Durrësit. Brenda seancës, kërkesa e dytë shkaktoi pakënaqësi mes palëve, pasi prokurorët e posaçëm Altin Dumani dhe Olis Dado pretenduan se inventarizimi i akteve gjyqësore është një makinacion për të shtyrë procesin. Që në fillim, Erion Veliaj ka shfaqur sjellje kundërshtuese dhe fyese ndaj hetuesve të BKH. Ka qenë në reagim jo etik dhe fyes, duke refuzuar të marrë aktet. Në këtë kusht është larguar dhe ka vënë në dieni të gjithë zinxhirin në burg, që nga juristët e deri tek drejtuesit. Ata të gjithë së bashku kanë shkuar t'i sqarojnë Erion Veliajt arsyen. Është kundërshtuar dhe Veliaj është drejtuar me fjalët: "Gruaja ime abortoi 2 herë, më keni shkatëruar. Olis Dado ka 30 apartamente. Ky pis, abortin e 2 fëmijëve të mi, s'kam për ta falur." Drejtuesi i mëparshëm i SPAK Altin Dumani kërkoi seriozitet në seancë. BKH nuk është urdhëruar nga gjykata për ta njohur me aktet. Ki kujdes kur përmend agjentët e BKH dhe mënyrën si u drejtohesh. Kanë zbatuar vendimin e gjykatës. Nuk ka akte hopshe. Bëj verifikimin dhe shko njihu me fashikujt. Mos improvizdo situata që nuk ekzistojnë. Ne flasim me akte, jo me hamendje si ju. Jashtë gjykatës, avokati i ri Erion Veliajt, ish deputeti socialist Plarent Ndreca, u shpreh se proces verbali është i domosdoshëm për një mbrojtje të frytshme, ndërsa sjelljen e klientit të tij sipas SPAK e quan vetëm një pretendim të këtij organi. Ai është një proces verbali një anshëm, i mbajtur nga njëra prej palëve, asaj pale që sot përfaqëson akuzën. Por prokurorët nuk thanë se çfarë sjellje kanë bërë oficerët e policisë gjyqësore, nuk thanë që oficerët e policisë gjyqësore kanë shkuar pa njoftim ndaj zot Veliaj, pa njoftim të avokatës kryesisht dhe në qeli, e përsëris, në qeli. Unë do pres se si do e menaxhoje këtë dhënien e akte përsëri prokuroria apo institucioni i paraburgimit. Ne kemi gjithë vullnetin e plot për t'i marrë aktet, për qëndruar aty dhe për t'i marrë aktet siç duhet. Kryetari i Bashkisë së Tiranës akuzohet për korrupsion pasiv në 13 episode të ndryshme, pastrim parash, përdorim detyre, mosdeklarim të ardhurash në bashkëpunim. Sipas organit të akuzës, ai shfrytëzoi postën e qytetarit të parë të kryeqytetit për të krijuar favore financiare gruas së tij përmes një skeme korruptive të ndërlikuar.